Është koha që kush nga 8 kandidatët të cilët garojnë për të parin e komunës së Prizrenit mund të fitojnë në këto zgjedhje që do të mbahen me këtë 12 tetor, që i bie që të jemi në fund të kësaj jave në një proces të zgjedhjeve. 5 minutë që le të filloj tani, pres telefonatat sa më shpejt që të jemi efikas në telefonatat, atëherë kemi edhe më shumë telefonues, qytetarë të cilët të ndjekin zyrën e ankesave dhe telefonojnë të kësa shohin këtë moment që vetë se ka njësur 5 minutë, që numrat të telefonit 038 737 dhe në Viber 0494242242. Nëse kam një telefonat, po i them mirë mbrëma. Alo? Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Shaqir Totaj, PDK. Shaqir Totaj, PDK. Faleminderit për votën, natën e mirë, pres të tjera. Alo, mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Iku kjo telefonat. Alo, mirë mbrëma. Triton Selmanaj, LDK. Triton Selmanaj, LDK. Faleminderit për votën, natën e mirë. Dalja një zërin televizorit në mënyrën që të komunikojmë më letë për mes falëve telefonike. Alo, mirë mbrëma. Shaqir Totaj, Prizren. PDK. PDK. Faleminderit shumë, natën e mirë. Pres tjera telefonata, 4 minuta në dispozicion. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Artan Abrashi për Prizren. Artan Abrashi për Prizren. Pra 2 vota ka Totaj, 1 Selmanaj dhe 1 Abrashi. Alo, mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma. Kush e fiton Prizrenin? Artan Abrashi, VV. Artan Abrashi, VV. Faleminderit, natën e mirë. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Totaj. Totaj. Natën e mirë. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Vetëvendosje. Vetëvendosje. Natën e mirë. 3-3 për Totajn dhe Abrashin. 1 vot ka Selmanaj deri më tani. Alo, mirë mbrëma. Alo. Kush fiton në Prizren? Alo? Alo. Kush fiton në Prizren? Alo. Kush fiton në Prizren? Dalja zërin televizorit. Kalojmë tek telefonata tjetër. Alo, mirë mbrëma. Përshëndetje, Kush fiton në Prizren? Artan Abrashi, LVV. Faleminderit për votën, natën e mirë. Kush fiton në Prizren? Edhe 2 minuta 40 sekonda. Alo, mirë mbrëma. Iku kjo telefonat, presim një tjetër. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Shaqir Totaj. Shaqir Totaj, faleminderit, natën e mirë. 4-4 për Totajn dhe Abrashin. 1 vot ka Selmanaj LDK-s. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Shaqir Totaj. Shaqir Totaj, faleminderit, natën e mirë. Alo, mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Alo. Kush fiton në Prizren? Mirë mbrëma. Alo. Kush fiton në Prizren? Apo më dëgjon? Artan Abrashi. Artan Abrashi, faleminderit, natën e mirë. 2 minuta ko, alo, mirë mbrëma. Në shpejtësi të marrë më shumë telefonata. Alo? Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Abrashi. Abrashi, faleminderit, natën e mirë. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Kush fiton në Prizren? Shaqir Totaj. Shaqir Totaj, po shtyhen me vota Totaj dhe Abrashi, barazim kanë aktualisht. Alo, mirë mbrëma. Iku kjo telefonat, pres një tjetër. Alo, mirë mbrëma. Shaqir Totaj. Shaqir Totaj, kalon e përsi, pres të tjera. Alo, mirë mbrëma, dhe 1 minutë e pak ko. Alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Artan Abrashi. Artan Abrashi, sërish barazimi disa Abrashit dhe Totajt. Alo, mirë mbrëma. Alo? Kush fiton në Prizren? Kush fiton në Prizren? PDK. PDK, Shaqir Totaj, faleminderit, natën e mirë. Pres të tjera telefonata, 1 minutë. Alo, mirë mbrëma. Alo? Shkojmë tek një telefonat tjetër, ko apo ikën. Alo, mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Artan Abrashi. Artan Abrashi, natën e mirë. Alo, mirë mbrëma, 30 sekonda ko. Alo, mirë mbrëma. Alo? Apo më dëgjon? Po, kush fiton në Prizren? Shaqir Totaj. Shaqir Totaj.
Shpejt shkojmë edhe me 2 apo 3 telefonata në 20 sekonda. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? Shpejt. Shaqir Tutaj, Prizren. Natën e mirë. Kush fiton në Prizren? 10 sekonda kohë në shpejtësi. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton në Prizren? LVV. Artan Abrashi, LVV. Alo, mirë mbrëma. Shaqir Tutaj, prezant. Shaqir Tutaj dhe ishte telefonata e fundit që e mbyll këtë rezultat me 11 vota për Shaqir Tutaj, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, pasuar me 9 vota nga Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje, po ashtu kandidati kësaj partie për Prizrenin. 1 vot kishte Driton Selmanaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa Albulena Balej Halimaj nga Nisma, Besnik Krasniqi nga AAK, Emilia Regjepi nga NDS, Furkan Bytyqi nga KDTP dhe Zavir Berisha nga BD nuk kanë marrë asnjë vot nga telefonatat në kohë prej 5 minuta në zyrën e ankesave. Kjo ishte zyra e ankesave për sonte, vetëm pas pak Debat Plus me Ermal Pandurin, ku do të ketë një përballje interesante në këtë debat nga natën e mirë.